Përshëndetje, sot do t'ju tregoj se si të përgatisni brownie të shijshme dhe të shëndetshme me vetëm 3 përbërës: gjalp kikiriku, kakao dhe banane. Kjo recetë është për personat që e preferojnë gjalpin e kikirikut, por në qoftë se nuk e pëlqeni ose në qoftë se keni alergji, atëherë mund të përdorni një alternativë tjetër si gjalp bajame. Si fillim, unë kam përdorur 2 banane, recetën e plot do ta gjeni në përshkrim. Bananet e mia ishin pak të forta, kështu që i futa në furrë për 5 minuta në mënyrë që të zbuteshin. Bananet i kam shtypur me ndihmën e një piruni dhe më pas kam shtuar gjysmë filxhani me gjalp kikiriku. Nëse nuk dëshironi që të përdorni gjalpin e kikirikut që gjendet në supermarket, atëherë atë mund ta përgatisni vetë në shtëpi shumë thjesht. Më shkruani në qoftë se doni recetë. Në këtë fazë masa është pak e vështirë për t'u përzier për shkak të konsistencës së gjalpit të kikirikut, kështu që do t'ju duhen disa minuta përzierje. Sigurohuni që të përziheni mirë në mënyrë që të dy përbërësit të bashkohen me njëri tjetrin dhe të kenë konsistencën si në video. Hapi i radhës është shtimi i kakaos. Unë përdor kakao pa sheqer, pra kakao organike. Kjo është pak e hidhur, por megjithatë ëmbëlsia e bananes arrin që ta stabilizojë të gjithë masën. Edhe në këtë fazë ju duhet që të përziheni për disa minuta në mënyrë që të 3 përbërësit të lidhen me njëri tjetrin dhe të formojnë konsistencën siç e shikoni në video. Pasi keni arritur konsistencën e dëshiruar, masa është gati për ta transferuar në enën ku do të pishet. Unë kam shtruar një letër pjekje, por në qoftë se nuk ju gjendet letër pjekje, mund ta lyeni me vaj ose gjalp dhe me pak miell në mënyrë që të mos ngjitet. Unë kam edhe pak çokoladë të zezë, të cilën do t'ja shtoj nga sipër. Këtu bën 4 përbërës, por kjo është opsionale. Në qoftë se nuk dëshironi, mos ja shtoni. Unë do t'i shtoj vetëm një nga këto pafkat e vogla. Mendoj se është e mjaftueshme. Masa në përfundim duket kështu dhe tani është gati për ta pjekur në furrë në 180 gradë për 30 minuta. Megjithatë, kontrollojeni vazhdimisht sepse mund të dojë 5 minuta më shumë ose më pak. E kam lënë të ftohet për 10 minuta dhe tani do ta shijojmë. Konsistenca është fantastike, ama shija është akoma më e mirë. Ju bëftë mirë nëse e provoni.